Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takohemi teleshikues të nderuar. Edhe kësaj radhe, sikur në emisionet e kaluara, kemi të ftuar dy nga hoxhallarët e nderuar për të trajtuar së bashku temën rreth mëshirës. Për të trajtuar këtë temë, kemi hoxhën e nderuar Jaher Efendi Beqiri, imam në xhamin Hatuniye. Mirë se ke ardhur hoxh. Mirë se kemi gjetë. Faleminderit që ke përgjigjur ftesës. Edhe kemi hoxhën e nderuar Baki Efendi Imeri, imam në xhamin Kaderia ose siç njihet xhamia e Lagjës Muhaxherve. Mirë se erdhe hoxh. Që gjetëm, faleminderit. Zoti ju shpërbleft që ju keni përgjigjur ftesës. Tema rreth mëshirës janë që të mujt duhet mu diskutuja se di kur, se këtë e synojmë që ato. Këtë që bujmë Ramazan, munojmë që me inshallah me emri rahmetin mëshirën Allah xhaleshanu, po rreth mëshirës pak nashti ma gjënsisht do të folim dallimja duhet me kona veç në Ramazan dhe jashtë Ramazanit mëshirshëm, raportet ndërmjet veti sa duhet me konë mëshirshëm. Pra hoxh, mulla nëse mund është pak rreth mëshirës me si fillim si hyrje kështu takim, tani inshallah zgjerohen gjatë pikave gjatë bisedës. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhaleshanahu, i cili është krijues, shpeks, frymëdhënës i çdo krijese. Përshëndetjet më të sinqerta për njeriu më të dashur, më të zgjedhur të gjitha kohrave që ka pas, që ka dhe që do të ketë njerëzimi, e ajo është Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Mëshira është një moral që faktikisht të gjithë njerëzit e duan, mirë po të paktën janë që e praktikojnë. Allahu xhaleshanahu e ka potencue disa herë në Kur'anin famlart. Po edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu në shumë hadithe. Prandaj Zoti xhaleshanahu në një vend prej ajeteve të Kur'anit apo verseteve të shumta që flasin rreth këtij morali, ka thënë rahmeti wasiat kulli shay. Rahmeti im apo mëshira ime ka përfshi çdo kënd. Prandaj është urdhër i Zotit xhaleshanahu wa xhelaluhu me bë mëshirë. Njerëzit e butë, njerëzit që bojnë sevape, janë të mëshirshëm. Ndërsa arrogancën, vrashtësinë e bien gjunahet. Prandaj ky Zot xhelaluhu wa xhelaluhu që ka shpallë këtë fe universale, pra nuk na urdhon vetëm të falemi, apo vetëm të agjerojmë, apo të shkojmë në Qabe, mirë po ta marrëm dhe ta praktikojmë tërë këtë Kur'an. E një prej këtyre që Zoti xhaleshanahu i dën shumë, janë ata të cilët pra i mëshirojnë të tjerët. Zoti Muhamedi alayhi salatu wasalam thotë: nëse dëni me konë të mëshiruar nga unë Allahu xhaleshanahu, mëshironi të tjerët. Nëse dënë që Allahu xhaleshanahu t'ja u falë mëkatet e juaja, edhe ju falni falët të tjera. Do të më imagjinua njeriu, sa njeriu është në këtë sipërfaqe të tokës, ditë e natë mëkatojnë. I hanë nimetet e Zotit, e pinë ujë të Zotit, e plot kaqe, kurri herë nuk bë bismillah dhe nuk thot elhamdulillah. Këtu na kujtohet ngjarja e Ibrahimit alayhis salam. Ai ka qenë mik i Allahut, Halilur Rahman e ka pas ofiqin, i ka dashur shumë musafirët. E një herë pe i herave e ka marrë musafir e ka çuar në shtëpi, i ka bërë shumë muhabet. I ka prerë një veç dhe kur u ngop ai personi, u kthye pe i zjarrit, edhe pe i lutët zjarrit, e Ibrahimi alayhis salam në këtë moment u bë nervoz. Edhe tha, qysh nuk e falenderon Rabbul Alaminin, Zotin e gjithësisë, po zjarrin. Mirë po, ai hiku eci e Zoti xhaleshanahu e çortoi Ibrahimin alayhis salam, tha, unë që 70 vjet e boj. Tha ati për pak momente,
E atëherë Ibrahimi a.s. ju këthyje vrap edhe përshkon mas ti, e a i më ndënë që këj po do me sulmue. O nalu poshë Zotin, o nalu të lutna, o nalu, e në fund kërë nalu, e ledha tëj. Tha ma po halal, se Zotin jam më qërtaj, se në usila keq me ty. Edhe tha, sa Zotin bujare paske, sa Zotin e më shirë shumë e paske, dhe prandaj islamin edhe ky. Prandaj, ne duhet të jemi të mshirë shumë, duhet të jemi të butë, me bashkëshortën, me prindrit, me vllazërit, me motrat, me agjallarët, me hallat, me fëmijën tonë, dhe me njerëzit përgjithësi. Sepse Zoti Gjeleshanuhu, Gjele Gjelaluhu, pra ka zbrit mëshirën, rahmetin edhe tek shtazët, edhe tek shpezët. A i shofun shpezët? Deri sa i kanë të vegjlit e vetë, e merat ushqimin më të kajshëm e runë gushën e vetë, e deri sa t'i bojnë kratë, dëvëglit të ti, ja qënë edhe jepë, në të fëllin e vetë. Po kështu edhe shtazët i mbrojnë të vegjlit e vetë. Prandaj, ne si njerëz që e vetëmja krijes posedan aparat mendor, duhet të jemi shembull për gjithë shka. Mirë po, nuk mund të jetë njeriu shembull pa u bazuar në fjalët e Zotit edhe në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Zoti me konë shembull, është që ishte njëri edhe ishte me konë, por realisht që shpeshum realitetin botë, ndoket që njerëzit po janë ma të dhunshmit për krijesave. Ato që peshum që po ndodh, po kjo besoj që është tim veti. Shumë e vërtet, i nderuar, nëse më lejohet mu ndërhy pak, ata të cilët i ka ndëru Zoti me këtë islam, janë shembull për të tjerët, sepse janë të mëshirshëm. I trajtojnë bile, na kujtohet kur Omeri radiallahu anhu ka kajt. Për çka? Kur e kanë pyet, ka thonë, ja Amiril Mu'minin, për çka po kanë? Ka thonë, vallahi, mi rëshqit kaman i devës në rrugët e Irakut, e mi thyja ajo, mu Zoti ka më ndënues, pse si ku më req rrugët. Dohet të kenë ndërgjegje edhe ata të cilët i kemi zgjedhë me votat tona, që x raste ka po përgjakën rrugët, brenda në qytet, po dhe jashtë të qytetit, duhet dikush me dhanë përgjegjësi, pse ndoshta nuk është bo nën kalimi, apo mbi kalimi. E vërtet. U gjim dërum, soj përket mëshirës, a duhet na si njerëz me konë, po dhe musliman, veçanti, mëshira me zotru veç në Ramazan, apo duhet me konë dhe jashtë Ramazan. Do e llogarit që në Ramazan një ma solidar, një ma të afërt, ma të mëshirshëm, po a duhet me konë kjo edhe mujtë tjera, po vetëm... Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimit qofshin Allahu xhalla shanuhu, paqja dhe mëshira Allahu të qobi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, gjithë ata që pasojnë në rrugën e tij. E lusim Zotin xhalla shanuhu që këtë ditë këtij muaji të bekat Ramazanit, Allah të na i pranon agjërimet tona, namazet, sadakat dhe çdo vepër të mirë që bëjmë gjatë këtij muaji, Allah të na i pranon. S'ka dyshim se mëshira, rahmeti Allahut është i madh. Dhe shembullin më të mirë besimtari muslimani e ka fjalët e të madhit Zot xhalla shanuhu dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elhamda që jem besimtar dhe që jem musliman dhe që na ka mundësu i madhi Zot xhalla shanuhu që ta përjetojmë këtë muaj. Këtë muaj të mëshirës rahmetit Allahu xhalla shanuhu, ku i madhi Zot xhalla shanuhu zbret mëshirën, rahmetin e tij, faljen e tij tek besimtarët, tek ata të cilët përgjigjen ftesës së madhe Zot xhalla shanuhu më shumë se muaj tjerë. Është nder për besimtarin ta pritet këtë muaj. Se ka mundësin që them në gjuhën e popullit të rilind, pasi që ne dim që jem gjunaqar mëkatar, por Allahu na ka mundësu që gjatë këtij muaji ne të përfitojmë nga ky muaj, ta përfitojmë mëshirën rahmetin e tij.
Duke përfituar nga mëshira rahmeti i madh Zot Gjallëshanuhu, neve na jepet mundësia që të mëshirojmë të tjerët. Pejgamberi sallam ka thënë, Allahu nuk i mëshiron ata njerëz të cilët nuk mëshirojnë tokë. Duke nisur nga ky hadith, ne do të jemi për atyre që t'ju dalim ndihmë nevojave, kërkesave të njerëzve. Ashtu, siç i madhi Zot Gjallëshanuhu, neve na del me mëshirë, me falje gjatë këtij muaji. Nuk ka mëshirë më të madhe se sa mëshira e Allahut ndaj krijesave të tij. Dhe ky duhet të jetë yrnek i besimtarit. Shembull i besimtarit. Nga mëshira dhe rahmeti i madh i Allahut Gjallëshanuhu është falja e krijesave. Sado që njeriu të jetë mëkatar, gjunaqar, me gjunahe të mëdha, Allahu në Ramazan i jep mundësi besimtarit që të falet nga mëshira e të madhe Zot Gjallëshanuhu. Ashtu siç e përmend në Kur'an, ku i madhi Zot Gjallëshanuhu thot: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O ju robët e mi, o ju njerëz, të cilët keni mbushur vetëm plot mëkate, gjunahe, mos e kputni shpresën në mëshirën, rahmetin e Allahut, se Allahu i fal të gjitha gjunahet. Nështë nuk po të qas për kontekstit veç ajetin që lexova shumë interesant. Për drejtohet atyre që kanë bërë gjunahe. A më thonja, o ju robët e mi, s'pju thëtë o ju kriminela, o... Kjo është mëshira e rahmeti i Allahut. Kjo është mëshira e rahmeti i Allahut. Prandaj një besimtar, mëkatar, gjunaqar, vetëm të analizoj thirrjen e të madhit Zot Gjallëshanuhu, duhet të jetë këshill kritikuese për mendjen e tij. Cili është ai njeri i cili e mohon mëshirën, rahmetin e Allahut? Kur Allah i afron. Allah për afron. Edhe s'ka nevojë për neve. Absolutisht. Thot pejgamberi sallam në një hadith tjetër. Allahu Gjallëshanuhu për çdo natë zbret në qiellin e dynjas dhe thot: a ka kush që po më kërkon diçka të dhon? A ka kush që po lyp mëshirë ta mëshiroj? A ka kush i cili po kërkon falje ta fali? Na le këtu mendojmë, kush po bën këtë? Kush? Allahu subhanahu wa taala, krijuesi i çdo gjëje, që kret njerëzimi, miranseshte, nuk është të pasunin, puqin, po kur kush, si mund kënë kur gjeq. E këtë përbën i madhe Zot Gjallëshanuhu, po i thret në formën më të mirë, më mëshiruse, krijesat e tij që ti drejtohen të madhit Zot Gjallëshanuhu, po i thret krijesat e tij që të udhëzohen në rrugën e Zotit Gjallëshanuhu. Allahu pa thot këtë. Prandaj besimtari ka nderin që Allahu jep mundësinë me përjetu këtë muaj. Të rilin, të harran të kalumën e vetë. Kom qenë kush kam qenë. Allahu po dëshirë me harru kalumën teme. Më falë, e kush jam unë që i bëj padrejtësive të vetës time? Kush jam unë që i bëj këtë zullum të vetës time? Kur i madhe, Allah më afron këtë. Prandaj këto rahmeti, mëshira Allahut në Ramazan, që secili besimtar do ta përjetoj. Por këtë rahmet që më bëj të madhe Zot Gjallëshanuhu, atë mos jetë yrnek që ne të bëjmë rahmet në familjen tonë, shoqërinë tonë, vendin tonë. Kush jam unë ai? Kur i madhe Zot Gjallëshanuhu po më fal mu, për mëkate, për krime, për ato që kam bërë, po më fal i madhe. E unë të mos e fal vllaun tim, mikun tim, shokun tim, për çka? Për një çështje të kësaj dynjas. Për një problem të kësaj dynjas. A ja vlen që dy vëllezër të mos mëshirohen, të bëjnë idhërime, të bëjnë gjëra inati për dynjat të që kemë melon?
Nuk ja vlen. Prandaj kemi ërnek të madh Zot Gjallëshanu me krijesat e tij. Sa i mëshirshëm, sa i but, çfarë thirrje na bën? Që t'i afrohemi atij, e të kërkojmë falje. E këtë ërnek, ne si krijesa do ta kemi shembull në jetën tonë të përditshme. Jo vetëm Ramazan, por Ramazan është një piknisje. Piknisje, kur çdo gjë që ka bën besimtari, vlera grada shumë e madhe. Shumë e madhe. Qënë Allah i bereqet, ka nuk e kujton fare heq. Për një nafile, për një synet, për një sadaka, e ke shpërblimin e fartit. Për një fart, e ke shpërblimin për 10-700 farte. Pra gjithë shka i madhe, Allah rrit nga mëshira rahmeti vetë. Po të regoj vetëm një rast, për me bo një dalim, se mëshira rahmeti Allah Azza wa Jall nuk krahasot me mëshira që mund të bëjmë ne dërmit veti. Në një luft, një nane i humb fëmija. I humb fëmija. Dhe i tregojnë se çka ka kjo? Të i ka humb fëmija. Të dini kërkon e lypne. Kur e kërkojnë se hap, ja gjenë dhe ja bin. Kur të ja bin fëmin, kjo e ledhatën e për qafën e gjitha. Edhe Rasulullah për jo të që e hudhë kjo në fëmin e vetë zjarë, të një Rasulullah, kjo sa se pa fëmin kjo të tranu, të qmen, të gjirë flok, që qash marak, ta shqfarë, ku e hudhët? Allahu thët është më i mëshirshëm për krijesat e veta, se sa kjo në për fëmin e vetë. Pra Allahu nuk e dënon krijesën e vetë. Veprat tona janë ato të cilat dënojnë neve, edhe këtë dunja, na sjellin probleme, na sjellin shqetësime. Por Allahu po na thret që të jemi të mëshirshëm me njëri tjetrin, që të kemi bekati këtë dunja, që të kemi rahati këtë dunja. Me mëshirë, me butësi, me hikme. E afrojmë njëri tjetrin, e dojmë njëri tjetrin. Por vëllezër të nderuar, një që do të me patë shumë kujdes. Shumë kujdes. Problemet, shqetësimet, halët janë normal dënjas. Kur nuk ka me patë? Vetëm të mira. Kjo e patë gjithmonë probleme e shqetësime. Që është shumë normal, se Allah në Kur'an thot, e kemi kriju jetën dhe vdekin, si sprovë për juve, me ju pa se kush për jush është më vej për mirë. Prandaj ne mund dalim dë njëherë nga vetvetja, nga cytjet, nga nefsi. Por besimtari do të jetë i kthyeshëm. Allah e përmend në Kur'an për sifateve të ehlil gjenne. Përbimja e hidhrimit. Përbimja e ne kemi nevojë vëllezër të nderuar, me përbi hidhrimin e vëllah, mos me majt hidhrim me vëllah, po të dërgojmë të mëshirshëm e ta falim. Kur ta falim njëri tjetrin, atëherë edhe Allahu Azza wa Jalla fal. Allah na mëshiroft me mëshirën e tij. Amin inshallah. Ma kujtove një rast të rahmeti i Allahut që skrahasohet, po na do të më marrë që është edhe rnek prej rahmetit Zotit që me mëshiru njëri tjetrin. Tregohet për Hasan al-Basrin, thuhet që u kanë të kalu një rrugës dhe ka pa një fëmijë të derë aty të kërsit në derë, spjaçelin për derën. Kur e marr vesh, ka bune e problem fëmija dhe e kanë dënu prind, e kanë qitë jashtë dhe spjaçelin derën. Ai trokit spjaçel, dhe to Zot për mëshirshëm je. Prindit u kanë prind dhe kanë herë ndodhi jam mshil derën e vlatit. Ati derën neve s'na mshil kur. Dera e gjithmonë është e qelë, veç a dojnë mu këthy në derën tonë. Ma i mëshirshëm për njerëzve po flas tash që kemi rnek edhe jemi të obligu me marrë shembull hoq, e kemi pejgamberin Islam, sa i mëshirshëm u konë, si në raport me familjen që e ceket për shembull, që duhet me konë raport me vlat, me bashortin, me prind, me rob, me punëtor, me gjithë, diçka për jetës pejgamberit alayhis salam, do një shembull ose do që flasëm për mëshirën, prapë se prapë mbetet shumë për pa u thonë. Sepse Allahu Gjallëshanuhu këtë mundësi të gjithë besimtarëve, të dy gjinive, çdo ditë ne ka bo të mundër. 5 kohë të namazit deri namaz. Po gjumoja deri në gjumo, të Ramazanit deri në Ramazanin tjetër, janë fshise apo çlyrje e mëkateve tona nëse ruhemi për gjunaheve të mëdha. E këta
Ramazani deri në Ramazan, për çka ka bëjë Allahu Zot xhaleshanuhu këtë mundësi, për vetëm e vetëm se na jem vullneti i Zotit, na jem dëshira e Zotit. Na nuk ja kena imponuar pa na do më shumë, se sa edhe prind ton. E mu për këtë shkak edhe na ka fal, na ka prun këtë jetë, edhe sikur që thotë edhe vet, ma khalaqtul jinne wal insa illa liya'budun. Sikur kriju për diç tjetër për vetëm se të na adhuroni. Prandaj qëllimi dhe synimi i të madhit Zot, pse neve na ka prun këtë jetë, është që ta falenderojmë Zotin xhaleshanuhu xhel xhelaluhu, sepse ai nuk është i marrën prej nesh. Tjetrën, Ramazanin përgjithësi, për 10 ditë që i fundit në veçanti, nga mëshira e madhit Zot, vetëm brenda një natës i madhi Zot, ne ka mundësuar me i fitua 83 vjet e 4 muaj, pra ai që ka agjërua ditë, sikur 83 vjet e 4 muaj mos mi paprish Ramazanin kur. Po që ka falë sabahin edhe ato në xhami, sikur 83 vjet e 4 muaj mos me lënë sabah pa falë, po gjithmonë në xhami. Pa i që i falë 5 kohët e namazit në xhami, sikur 83 vjet e 4 muaj mos me lënë kohët namazit pa falë. Pa i që jap sadaka ditë, sikur 83 vjet e 4 muaj. Po kush i marr 10 Ramazana, sa 830 vjet, edhe ata muajt, 4 muaj s'pe i llogariti se 10 herë 3, 30, domethënë 30 edhe aty bojnë ja afërsisht gati 3 vjet. Po na kemi plot baballar e gjyshe që i kanë edhe ka 70 Ramazana. E dikush që kam mbrri edhe moshën, kam edhe xhamat që i ka 103 vjet. Ai sigurisht ndoshta që edhe 80-90. Pra ja u ka lanë të gjithë njerëzve që kanë jetuar në këtë botë, ymër sa kanë pas, e këta në jetën e vetë, sikur asnjëherë në jetë mos me bëj gjuna. Prandaj kur shpendohet atë ditë, është sikur 83 vjet e 4 muaj me bë Allahun xhaleshanuhu dhikr, me bëj istikfar. Po Zoti xhaleshanuhu normal që thot, me qeni pendim i sinqert, tawbatan nasuha, pra pendim i sinqert, e jo sa do stagfirullah, e në jesra, po mas Ramazanit jetë të gjunah mi vazhdu. Për pësaj, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, vetë Zoti xhaleshanuhu dëshmon që është mëshirë për mbar botrat. Ardhja e tij ka dhënë kuptim botës, i ka dhënë kuptim njerëzimit, sepse bota jeton të nërësirë të plot, ku luteshin vend Zotit gurët e drojt, ata që me durët e tyre i këshin gëdhend dhe punue, para se ma ardhë Islami, ata ja adhuranin. Ky dashuri Allahut, njëherë për i herave, pra muaj para Ramazanit ka qenë Shabani. E në muajin Shaban natën e 13, i ka ardhë Muhamedi alayhi salatu wasalam, Gjibrili dhe i ka thonë, "Çu fal tahajjud apo namaz natë." Dhe u qua pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe ka fali, ka kërku paraprakisht Aishës radiallahu anha leje, ka thonë am lejon se po bëj ibadet, se kështu ka ardhur Gjibrili më ka urdhëruar. Po gjithsesi, thot në hadithin e pejgamberit alayhi salam, thot shkurt, një suret shkurt e ka knu pejgamberi alayhi salatu wasalam rekatën e parë. Po ka nejtë në sejdë gjysmën e natës. Tu e lutë Allahun xhaleshanuhu për kanë, për umetin e tij, për ata që kanë qenë, ne që jemi, ata që do të vinë, që jemi umeti Muhamedit alayhi salam. Dhe të rekatën e dytë prap shkurt ka knuar. Mirë, po deri sa ka ardhur mëngjesi, thot, nuk është qupe i sejdës. E Aisha radiallahu anha thot, mendova se mos ka vdek. Edhe e preka në ngesht, po kur e pash që po livrit, e dita që jashtu u fal. Po, ka ardhur Gjibrilin në mëngjes dhe i ka thonë, o Muhammed, Zoti xhaleshanuhu në 1/3 e umetit tanë fali. Shkaku i duave tua, i lutjeve tua. Dhe kështu ka ndodhur edhe natën e 14 të Shabanit. Pra është falë dhe është lutë deri në mëngjes. Po kështu ka ndodhur faktikisht natën e 14, apet në mëngjes kur e ka kryer, i ka ardhur Gjibrili, i ka thonë, Allahu xhaleshanuhu ta fali edhe 2/3 e umetit tan. Ka unë, po çka do të bëhet me pjesën tjetër?
është falë edhe natën e 15, kur është falë edhe natën e 15, prap ka ardhur Xhibrili, ka thonë myshde, Allahu xhaleshanehu ta fali umetin tanë në përgjithësi me përjashtim ata të cilë bojnë shirk. Prandaj vllazën e motra, shfrytëzoni Ramazanin deri në maksimum. Sepse për ne që agjerujmë, për ne që falëm, për ne që bojmë istikfar, edhe peshqit në ujë lutën, edhe zëgjët në hapësir lutën për besimtarët. Nuk është i preferuar dëgjumin në Ramazan, mirë po nëse besimtari lodhet dhe faktikisht ka qenë në punë, ka pas nevojë me pushue, edhe gjumi numërohet ibadet i besimtarit. Prandaj shfrytëzoni rastin, Allahu xhaleshanehu ve xhelaluhu padyshim do të na falë gjithë. Inshallah. Është edhe hadithi pejgamberit ai selam hoq, ku mëshira e Allahut është 100 pjesë. Vetëm një pjesë e ka zbrit në tokë, për që asaj mëshirohen gjitha krijesat, njerëzit, shtazët, shpend, çdo sen, këtë për që asaj pjesës. 99 i kalon për ahiret. Për ahiret. Subhanallah, njeriu është i prim, gjëvene, që për çdo vepër që punon, sa më parë të merr shpërblimin për to. E ki fjallën ma shpejt. Ma shpejt. Me arrit të suksesi shumë ma shpejt. Është i prirë që të kryej një punë e ta merr dobinë e saj më njëherë. Sa ma shpejt që të ndinë vetën si fitimtar. Këtë mundësi i madhi Zot Xhaleshanu ja ka dhënë krijesës, njeriut, besimtarit në muajin e shejtë Ramazanit. Ne në Ramazan kemi 2 përfitime, se cila është më mirë se tjetra. Pra ta çfarë ne jemi të lidhur për dynjan, si jetojmë ta, edhe kem dëshirë me përfitu të mirat e dynjas. Po ne si musliman, si besimtar, nuk do të kufizojmë me të mirat e dynjas. Se të mirat e dynjas janë të përkashme. Në atë moment që i mshirë sytë, përfundojnë. Po ne kemi mision, sa do që të rënojmë këtë dynja, të përfitojmë këtë mirat e dynjas, por gjithmonë duke patur synim të mirën që ka kriju i madhi Zot Xhaleshanu për e që është xheneti Allah Xhaleshanu. Këto 2 mirësi besimtari i përjeton në Ramazan. Allahu Xhaleshanu kemi shok, koleg, xhamatli, të cilët tregojnë kur japin, mëshirojnë njerëz, po shpejt i madhi Zot Xhaleshanu ja çon të mirat këtë dynja. Rritet biznesi i tij, rritet vlera e tij, rritet integriteti i tij, rritet respekti ndaj tij. Pse ka punu diçka të mirë që ka pa dobi shoqëria. Ka mëshiru dhe mëshirohet nga i madhi Zot Xhaleshanu. Por synim i neve besimtarve, kënë kemi, e kemi xhenetin e Zotit Xhaleshanu. Dhe Allahu Xhaleshanu na ka dhënë këtë mundësi me përfitu në muajin e begat të Ramazanit. Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, shumë të tij sahab minber të hybin hutbe 3 shkallë. Hyp shkallën e parë amen. Hyp shkallën e dytë amen. Hyp shkallën e tretë amen. Sahabët e dëgjojnë këtë dhe kur dryp thonë ja Rasulullah, dëgjum diçka që se ke thonë më herët. Thotë çka? Thotë shprehjen amen pse the. Tha, kur hypa shkallën e parë, më erdhi meleku Xhibril dhe më tha, Allahu e mallkoft apo kofti për buzën ai person i cili e arrin muajin e bekat të Ramazanit e nuk e fiton xhenetin. Që i bjen që është një shans shumë e madhe për me... A shans për të cilën ne jetojmë, tër jetën tonë, ne përkushtohemi për me fitu qatë xhenet. Këtë jeta jonë, besimtarit, muslimanit fjala, a i pse punon këtë dynja, gjithmonë me synim me shpërblim i madhi Zot Xhaleshanu. Dhe tash na ka ofruar mundësia,
ku i madhi Zot Gjellëshanu po na premton xhenetin, nëse ne jemi prej atyre që agjerojmë apo e krymë këtë obligim, qysh ta ka mësua Allah e dërguar e tij. Pse agjerim, çka do të thotë? Të abstenash për gjërave të këqija. Çka do të thotë agjerim? Të punosh, veprosh vepra të mira. Gjatë muajit Begat që me arrit shpërbim. Prandaj e tha për e mallkom Zotin. Ato. Dytën, ai i cili përmend emrin dhe nuk çon salavat. Dhe tretën, ai i cili ka prindrit gjallë mbi ty dhe nuk fiton xhenetin. Pra të tri raste për e mallkojat person i cili nuk ka arrish shpërblimin e panumër që kanë të tri çështje. E këtë rast është mëshira e rahmetit e Zotit për me hinë xhennet. Çfarë mëshire? Çfarë rahmeti i madh Zot Gjellëshanu? E ne t'ja mohojmë këto vetit, është anormale, nuk është logjike, është turpruese, është marrë. Po në besimtarët të la ilaha illallah, e të mos i përfitoj këto të mira, e të mos e ndaloj veten nga këto gjërat e këqija, e të mos e stimuloj veten punë të mira, mëshirë, rahmet ndaj tjerëve, vallahi është përbuzje. Ndaj një metër të madh Zot Gjellëshanu. Për çfarë po jetojmë? Po jetojmë të shfrytëzojmë të mirat e Zotit Gjellëshanu dhe të jemi falënderues ndaj tij. Ashtu siç e përmend në një hadith kutsi, o bijtë e Ademit, gjithçka që kam kriju, të ti madh Zot Gjellëshanu, tokën, malet, oqanet, shpezët, shtazët, gjithë ato i kam kriju për ty. Po thot ty të kam kriju për mu, që të jesh falënderues ndaj të madh Zot Gjellëshanu. Vetëm këtë përmendëm partit, dynjan, kush e sjell paqen? Kush e bën mirë dynja? Njeriu. Sa është përgjithës, ai është më këmbë si Zoti këtë dynja. Nga mëshira e tij, nga butësia e tij, ai e bën paqen, sërmisin. Po kush e prish dynjan? Prap njeriu. Nga egoizmi i tij, nga interesi i tij, nga nefsi i tij, nga humbja rrugës drejt. Prandaj të kemi rastin që të kthehemi, të ndalemi, më të vërtet ne si shoqëri sot kemi nevojë. Kemi nevojë të ndalemi, pikërisht në këto ditë që na kanë mbetur të muajit madh, rreth Ramazanit, të ndalemi e të analizojmë jetën tonë. Ka po dojmë, të qesim disa synime, ka dojmë me shkue, qysh dojmë me shkue. Mbi gjitha të kujtojmë ballafaqimet të madhe Zot Gjellëshanu. A do t'jemi mirë nesër kur të da për të madhe Zot Gjellëshanu. Më mirë bëjmë llogarinë ne sot, se sa nesër të na bëhet llogaria ku nuk do të kthejmë. Prandaj të përjetojmë këto ditë që na kanë mbet. Muajt Begat Ramazanit, ta përfitojmë mëshirën e rahmetin e Allahut Gjellëshanu dhe rahmetin e Allahut të shkepimi tek të tjerët, ashtu që e përmendit të hadith sëram, ku Allah pra e ka shpërndar mëshirë, vetëm një pjesë mëshirët i këtë dynja, që njerëzit mëshirë, me atë mëshirë, që e përmendet Gjevenia, edhe shpezët mëshirën, edhe shtazët, e ku është njeriu i cili është përgjegjës për krejt këtë dynja, për këtë botë të cilë jetojmë. Inshallah, rahmeti Allahut na kaplon të gjithë si shoqëri, dhe kur na kaplon rahmeti Allahut, s'ka dyshim se edhe ne do të bëhemi të rahmetshëm apo të mëshirshëm ndaj të gjithëve të cilët janë përreth neve. Allah na bëfti inshallah. O gjavendeve shpejt shku minutat, ju kemi afru fundit, ka një mesazh, një porosi për shikuesit e emisionit? Po, gjithsesi, mirë po, nëse ka hapësirë, hadithin që e tha Hoxha i nderuar, me jalshu edhe një sy. E pse ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, qofti humbur apo i shkatërruar ai që vjen Ramazani dhe ka mundësi me agjëru apo s'do me agjëru. Për shkakun se Zoti Gjellëshanu, për hir të këtij muaji, për hir të agjërimit, që vetë fjala agjërim pra ka kuptimin abstenim për të keqës, mirë po e shkalla dhe gjëshmëria më kulmore e besimtarit tregohen muajin Ramazan. Koha e pemëve, i nuk qërshijat i qetën pijat, po për hatër të Zotit si shtingoj. Koha e drezave, njëjtë vepra.
është i etur, shumë i etur, e mush apo e blen atë shishën me ujë e ruën për kohë të iftarit. Është i ri edhe e re e për hatër të Zotit si afrohen njëri tjetrit. Pse? Dashuri mbi të gjitha dashurit, ai që e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit, nuk ja prish qefin Zotit. Zoti synon me agjerim që ne sikur një kurs një mujor trajnohemi në mënyrë që edhe 11 muajt e tjerë të jemi ashtu. Ramazanin ashtin mu bo besnik. Besnik ndaj shtetit, besnik ndaj policisë ku puna, besnik ndaj ushtrisë, besnik ndaj patronit, drejtorit ku punon aty. E ai njeri që e beson Zotin xhaleshanehu fuqishëm, Zoti të mëson që me koni ndërgjegjshëm, edhe pse ti nuk e sheh Zotin, ai na sheh neve gjithkund. Ky është synim edhe qëllim i të madhit Zot pse na shtyn me agjëru neve. E nuk është qëllim i Zotit xhaleshanehu na lënë neve pa hangur e pa pi. Po ne që të edukohemi, të mësohemi. Gjithashtu, kur ke punat e prindrit, që faktikisht kohët e fundit, koha ndoshta rrethonat, punë, se diçka, disa pejqojnë shumë let prindrit e tyre në për shtëpia të pleqve. Por nona, 365 dit i ka viti, 365 net, 730 herë brenda në vitit, në kanë pastruhe dhe asnjëherë nona nuk njën erë të keqe, ka e pastron fëmijën e vetë pa pastrëtisë ronë, për shkakun se dashuria e madhe që ka për evladin e vetë, jamun nuk një erë të keqe. 365 dit, 365 net, 730 herë brenda vitit, po a vetëm një veta? Vëllahi 2, 3, 4, 5, 6, 8 martohet. Nona ja shtrovenin, nona ja hjek venin, nona ja pregadit bukën, nona ja fshik pucët. Edhe gjithmonë me gjuhuru se djali jam, qika jeme, mbretresha jeme. Qush batën e me ja këthy nonës fjallën, ja babës, e mu për këtë shkak e potencaj, hoxha i nderuam që pa thonë nona edhe baba halal të kovë djali jam, nuk ka gjenet. E kur ata thonë, kur na i ledhatojmë, kur na i përkëdhelëm, kur na i gëzojmë, e kur na se i dhënojmë, kur na jemi ata të cilët ja u morëm dorën, ja u puthëm dorën, sepse jo sa dhe dje, po para 1445 vjetëve, një njëri i meqër, se i meqëmi dime të pyet mirë, e ka pyet pejgamberin alayhis salam, ja Rasulullah, kush meriton më së shumti respekt e nder në këtë botë? E ai çka tha? Tha nona jutë. Edhe ato bile 3 herë. 3 herë. E kështu që edhe ramja salavat mi pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pra, kush është sikur ai zotëri? Kush është ai që ka bo ma shumë për umetin? Ajna i ka thamelu zemrat në islam. Ajna ka shtjellu këtë din. Aj do të bëhet shefatxhi për neve ditën e gjykimit. E prandaj, qysh na mos me falë sunetet e ti? Qysh na mos me praktikue thonjet e ti? Prandaj, unë kisha mi përfundu edhe me njeriu kur mësohet me mëshiru njerëzit, e mëshiran edhe shpezët, e mëshiran edhe shtazët, e mëshiran çdo krijes, Zotit mundohet edhe bubresin më spishkel. E rastin e kemi me Omerin radiallahu anhu një herë pej herave, rrugëve të Medinës pe i sheh disa fëmijë, ka keshin më të madhe dhe diçka po mbështjellën, u afru Omeri radiallahu anhu. Dhe pe edukatës ti, po e shef që e ka nëzon një harabel, një zog. E Omeri për mi pështu zogën, po edhe fëmijë mos me ja u prish qefin, e shtini dorën edhe i nëzarë të gjitha parët që ka i kish, edhe ju tha, a ma shetni?
e bleni shiqerka, bleni, si ju thumë ne, ka bombone atjera, dhe Omeri radiallahu anhu, e pështaj atë zëg, mirë po si që ja u dha parët, e ja dhan ata zëgun, Omeri e lëshaj. Për çka ka bo Omeri këta? Sepse imani i ti ka qenë atë shkallën ma kulmore që mund të jetë. Prandaj, muslimanët edhe në të kalurën, edhe në të sotshmën, edhe në të ardhshmën, ata që e praktikojnë këtë dinë Zotit, këtë tradit pejgamberit alayhi salatu wasalam, historia ka treguar që gjithmonë kanë qenë të mëshirshëm, jemi të rënuam, ka hënë kur të shkoni dikun në vend tjetër, mos i mytni plesht, mos i mytni gratë, mos i mytni fëmin, mos i preni pemt, mos i dëgjni beriqetit, po edhe mos i ngusni ata që ka janë shembull për bëj, është gënjeshtër e kullume e atyre që thonë Islami ka ardhur me shpatë, Islami s'ka ardhur me shpatë kërku. Po, Islami është bindje. E ata që bindën, se kjo është feje nga ona Zotit Gjeleshanuhu e përqafujnë. Prandaj që gjithë vllazërve dhe motrave, ku do që gjinën, në Kosovë, Shqipëri, në diasporë dhe në gjitha vendet e botës, ja uroj këtë muaj të madhreshëm, Zoti ne boft agjerimin e pranuar, gjunohet e falura dhe agjerim të lehtë. Amin, inshallah, amin, Allah i Hoxha Efendi, një mesazh. Mesazhi im do të ishte ajo thirrja të madhe Zot dhe pejgamberi selam që ta shfrytëzojmë këtë muaj të begat të Ramazanit. Ne jemi të nderuar nga i madhi Zot Gjeleshanu që na ka dhënë jetë mi përjetu këto ditë. Dhe këtë nder që na ka nderuar i madhi Zot Gjeleshanu, ne do t'ja kthejmë atij me nder. Me çfarë? Duke kry ibadetet, obligimet ndaj tij, duke kry obligimet ndaj familjes dhe ndaj shoqërisë. Sa njerëz nuk e kanë patur këtë fat që kemi na me përjetu këtë muaj të Ramazanit. Andaj mesazhi im të ditë që na kanë mbetur, të shfrytëzojmë, të mos djem lodhje, po përkundrazi të japim vetit elan, energji edhe më të madhe që të përjetojmë këto ditë, të shfrytëzojmë këto ditë, këto tri parime, pra, me fitu knatësinë të madhe Zot Gjeleshanu, me fitu knatësinë familjare dhe shoqërisë, duke qenë i mëshirshëm me të gjithë. Shfrytëzimi, mesazhi, pra, shfrytëzimi i këtyre dive të na kanë mbetur. Vetëm Allahu e din sa do të përjetojmë vite tjera. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë kohë, këtë moment, këto qaste të këtyre ditëve që na kanë mbetur. Allah na i pranoft agjerimet tona, namazet, sadakat dhe çdo vepër që bëjmë, Allah na i pranoft. Po gjithashtu lutem Allahun që të na i falë ato shime që jemi njerëz e mund të gabojmë gjatë këtyre ditëve, shime që kemi bërë. Allah inshallah na i falë gjithëve ya Rabbel Alamin. Amin, amin inshallah. Zoti ju shpëblef për këtë fjalë, xhallar nderuam. Është Allah që më të vërtet ta meritojmë mëshirën e tina, rezultat që na po përpjekum në tonën, dërsa aje ka garantu që nuk ja hup mundin robit ti. Allah na mëshiroft dhe më të vërtet inshallah mbretëroft tek njerëzimi hadithi pejgamberit sa mëshirani ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Teleshikues të nderuar, Zoti ju shpëblef për durimin që patët më na përcjell deri në emisionin radhës, ju lutëm në mëshirën e Allahut xhaleshano.